Doni të dini pse disa njerëz shesin kurse online ose produkte digjitale në përgjithësi pa asnjë problem, ndërsa ju postoni dhe askush nuk blen? Përgjigjja është e thjeshtë. Me siguri ju nuk keni një funnel aktiv. Le të marrim një shembull praktik. Supozojmë se kam një kurs online për menaxhimin e kohës. Ja si do të ishte një funnel. Faza e njohjes. Postimi i përmbajtjes në rrjetet sociale. Për shembull, postoj një video, 3 këshilla praktike për të menaxhuar ditën tuaj. Klienti e shikon këtë, ndoshta për herë të parë dhe thot, kjo është interesante. Faza e besimit tani. Të gjithë ata që kanë parë këtë postim dhe ndërveprojnë, i japim një mini guide falas ose një PDF me një plan të thjeshtë ditor. Që ata të marrin këtë PDF, ne duhet kemi emailin e tyre. Dhe në momentin që ata regjistrohen për ta marrë këtë guide, ne marrim emailin e tyre dhe këtu futen në lojë email sequences. Ju dërgojmë disa emaile me këshilla, shembuj dhe tregime të vogla që e bëjnë këtë klient që të na besojë edhe më shumë. Më pas ndodh blerja, pasi klienti ka marrë PDF-n falas, ka marrë këshilla falas nga postimet në rrjetet sociale, ka marrë akoma më shumë vlerë nga emailet që i kemi dërguar vazhdimisht, atëherë ata janë gati për të blerë kursin në pagesë për menaxhimin e kohës. Pra, çdo postim, material falas apo email që bëni është pjesë e strategjisë tuaj dhe pjesë e këtij funneli që në fund sjell shitje, duke përcjell klientin nga faza e njohjes deri në fazën e blerjes. Mos harroni, nëse nuk keni një funnel, po postoni në erë. Me funnel dhe sekuenca emailësh, çdo hap e çon klientin drejt blerjes. Nëse ti je një brand personal, ke një produkt digital dhe nuk ke një strategji të tillë, atëherë më kontakto dhe ne do ta bëjmë këtë gjë për ty.